Mbrëm rreth orës 20, zyrtarët policor të Gostivarit kanë arrestuar 65 vjeçarin me iniciale JV nga Gostivari. Sipas raportit policor, personi në fjalë ka hyrë në hapësirat e policisë së Gostivarit dhe ka dashur që të denoncojë parashtresë ndaj një polici që i kishte shqiptuar dënim për shkak të parkimit të gabuar dhe me këtë rast ka prishur qetësinë publike dhe është sjellë në mënyrë agresive. Pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Dje në fshatin Starasell, pjesëtarët e policisë së Tetovës kanë arrestuar 27 vjeçarin me iniciale OM nga ky fshat, i cili kërkoi me urdhër arrest për vuajtjen e dënimit. Ai akuzohet për kërcënim në bazë të nenit 185 të kodit penal. Mbrëm rreth orës 23:30 në stacionin policor në Gostivar, 45 vjeçari me iniciale HE ka denoncuar se para një qendre tregtare në Gostivar, nipi i tij është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa për zbardhjen e rastit.